Shëndetje të nderuar miq, ritakohemi prapë së bashku tek Në Mes Jush, pra në këtë podcast ku neve kemi për qëllim të shfaqim sa më shumë nga kandidatët tanë në këtë fushatë, që t'i njihni ata vetë, personalitetin e tyre, propozimet që kanë, alternativën socialdemokrate në përgjithësi. Sot kam të ftuar dy persona që kandidojnë në qarkun e Tiranës. Valbona Nika, mirë se keni ardhur në këtë podcast. Mirë se u gjej. Dhe Tedi Mula, mirë se keni ardhur. Mersi ju gjeta. Tedi, po e nis me ty. Para këtij podcasti, para se të fillonim, fillohet më thuash profe. Mund ta sqarosh pak këtë gjë për ata që nuk e dinë, se ne të dy e dimë sigurisht. Për gjithë ata që nuk i dinë, nuk është hera e parë që jemi bashkë në këtë pozicion të tillë, për arsye se ju keni qenë profesori im. Edhe unë e them për herë me kënaqëri se ju jeni ato që neve na keni sjellë deri këtu. Pa leksionet tuaja, pa atë dashamirësinë që keni pasur ju, edhe neve nuk mund të ishim sot me këtë zhvillim që kemi sot këtu. Ndaj, do të për herë, sido çfarë do lloj raporti që të jemi, për mua do të jesh për herë profja im. Falenderoj shumë për këto fjalë që thua Tedi, dhe unë mua më bëhet shumë qefi që je në këtë garë, je në këtë fushatë dhe je në këtë projekt politik dhe jemi së bashku në fund ja fare në këtë projekt politik. Që ndajmë këto vlera dhe këtë synim që socialdemokracinë ta çojmë përpara në Shqipërinë tonë. Valbona, ndërkohë bashkë se kemi patur këtë raport, pra unë profesor jam, por nuk është se jam i profesorit gjithëve sigurisht. Por megjithatë, për hir të podcastit që e kërkon një format sa më spontan, sa më real dhe pa filtra, siç themi ne, a mund të na prezantoheni sa më thjesht, sa më qartë për ata që na ndjekin? Unë jam Valbona Nika, jam 28 vjeç, kam mbaruar studimet e larta për shkenca sociale, punoj në administratën shtetërore, kam kandiduar në 2023 për Këshillin Bashkiak të Kamzës. Dhe keni fituar? Patjetër, kam marrë mandatin e këshilltares. Okej. Si ka shkuar ushtrimi i këtij mandati? Mendoj që ka shkuar mirë, me ato problematikat e veta, patjetër që po. Mendoj që duhet edhe shumë punë. Qytetarët kanë nevojë shumë, kanë jashtëzakonisht shumë nevoja të mëdha. Edhe mendoj që asnjëherë nuk jemi mjaftueshëm për ta. Okej, por ndalim edhe pak tek kjo. Tani juve po kandidoni për një tjetër post. Po. Pra për t'i përfaqësuar qytetarët, jo vetëm të Kamzës tani, por edhe Të gjithë pra qarkut gjithë të qarkut Tiranës. të Tiranës në parlament. A mendoni që kështu do i ndihmonit më shumë se sa si këshilltare, apo pse keni zgjedhur të kandidoni pra për këtë post? Mendoj se në parlament do dëgjohet zëri më shumë. Dhe mendoj që do jetë diçka që do jetë shumë më në zë të qeverisë, se sa në Këshillin Bashkiak. Mendoj se jo vetëm Kamza, por i gjithë qarku i Tiranës ka problematika shumë të mëdha. Dhe mendoj që mos jemi fokusuar vetëm në Kamës, vetëm në banorët e Kamzës, por të jemi për të gjithë banorët kudo që unë i njoh dhe kudo që kanë nevojë. E kuptoj. Edi, këtu jemi tek pyetja e emotivit në një farë mënyrë. Pra, pse ke hyrë në politikë dhe specifikisht pse po kandidon për këtë post, pra të deputetit të ardhshëm në Parlamentin e Shqipërisë. Atëherë kjo është një pyetje që do pak zhvillim dhe do marr Patjetër. kohën e duhur. Sigurisht. Nuk është hera e parë, unë e kam thënë në çdo intervistë, nuk është hera e parë që unë jam marrë me politikë. Kam qenë për herë nëpër seminaret, pjesë aktive dhe pjesë jo aktive e politikës, por është hera e parë që unë po kërkoj vot besimin për emrin tim personal. Se kam hyrë, është pyetje shumë interesante kjo, për arsyeën më të thjeshtë. Do luftojmë shumë për të gjithë ato që kanë ikur nga vendi jonë. Do luftojmë shumë për një familje të shëndosh. Po ta shikosh, shumë kafe janë të plot dhe shikon vetëm njerëz edukuar ku. Punon kjo, nuk funksionon kjo, korrupsioni, nepotizmi etj etj etj. Dhe kur vjen puna në fund fare, po këto njerëz nuk marrin asnjë hap për të ndryshuar këtë vend. Atëherë, neve të kërkojmë ndryshime, që neve të kërkojmë një jetesë më të mirë, që neve të kërkojmë që çdo gjë të shkojë në mënyrën më perfekte, ndryshimi duhet fillojë nga ne. Dhe si fillon ndryshimi nga ne, duhet jemi ne ato të cilët duhet i dalim për zot kësaj lufte dhe duhet jemi ne ato që duhet i dalim
ballë për ballë çdo të keqe. Kjo është arsyeja sepse unë kam vendosur që të kandidoj. E kuptoj. Të mirë, juve folët për kafet që janë plot, për njerëz që ankohen aty, po pastaj mbetet tek ankesa brenda kafes, sepse pastaj risjellin po të njëjtat forca politike në pushtet apo jo? Pra, ripërsërisjen në një farë mënyre të njëjtën, jeta nuk ndryshon, nuk përmirësohet, e shikoni këtë fenomen vetëm tek e shikoni tek të rinjt apo e shikoni pra këto kafet plot me njerëz që në një farë mënyrë ankohen ose shkëmbejnë biseda pa kënaqësie, e shikoni vetëm te të rinjt apo edhe në mosha të tjera? Më shumë pjesa më e madhe që unë i shikoj është pjesa e rinisë. Është pjesa më aktive, është pjesa e cila janë ato njerëz që duan ta nisin jetën, krijojnë Mhm. një familje, blejnë një shtëpi, të kenë një punë të mirë dhe mos ta lëshojnë vendin tonë. Dhe edhe në politikë i shikoj pak a shumë si një luftë brezash, si një luftë idesh. Breze që ka qenë në politikë për 28 vite dhe nuk ja hap krahun brezet të ri, nuk i investojnë tek rinia. Janë po ato njerëz që flasin prapë për rinin, ndërkohë që vetë nuk janë më të ri. Janë në vend se të investojnë për një nipin e vet, për një mikun e vet, ta promovojnë e tjerë, prapë vazhdojnë të jenë vetë aty ku janë. Kështu që pjesa më e madhe është pjesa e rinisë. A mund të themi që sot jemi akoma nën pushtetin e atyre ish studentëve të dhjetorit, 90, pra që ishin dikur në një moment historik për vendin, pra kur ndryshohen regjimet dhe pastaj u bën, pra kapën pozicione me influencë kudo, qoftë në pushtet, pra në pushtetin politik, qoftë në media apo në fusha të tjera, po themi të ekonomisë, të Ky cilat pastaj ndikojnë tek jeta e vendit, tek jeta jonë fundja sot. për mendimin tim, ky është fakt. Nuk është problemi se a mund ta themi ose a nuk mund ta themi. Kjo është ajo çka ne kemi përpara syve, kjo është ajo çka ne e shohim. Ky është fakt që janë po ato studentat, ato misionin e tyre, historinë e tyre e realizuan. Tash vjen momenti që vjen brezi tjetër i ri, duhet të realizojë një mision tjetër. Duhet të realizojë një 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 jetesë sa më të mirë për njerëz të tjerë, sepse më përpara ka qenë gjithë problemi Parti Komunizmi. Mhm. Ra komunizmi, harrovi misioni i parë. Vazhdon misioni i dytë, të ndalohet emigrimi, të bëhet një vend i jetueshëm, të bëhet një vend me klimë sa më të pastër për të bërë biznes, për të jetuar, siguri, etj etj etj. Kështu që këtu tash është kjo lufta e brezave që them unë për herë që vazhdojmë akoma diskutojmë me studentët e dhjetorit. Pikërisht. Tash prisi janë edhe studentë të tjerë. Le të japim një krah rinisë, le të japim një krah të rive që duan të bëjnë ndryshimin. Në fakt, këtu duhet të fusja pak edhe Valbonën në bisedën tonë. Ëm, prap, a nuk e shikoni që artikulohet prap në terma të kush është komunist, kush është antikomunist, pra në këtë ndasinë e madhe, ëh. Pra sikur komunizmi dhe antikomunizmi janë prap dy shtylla të rëndësishme të artikulimit politik. Pra fillojmë tani dhe shohim çka ka qenë gjyshi, si ka përjetuar babai apo dikush tjetër, periudhën e regjimit komunist për të parë e për të pozicionuar ende sot në këtë krah apo në atë krah. Pra duket sikur kjo teza e komunizmit dhe antikomunizmit sikur nuk vdes kurrë, sikur është ende relevante sot. Dhe nëse është kështu, i bie që mban akoma në lojë dhe i bën të rëndësishëm, influent edhe këta që tham pra, këta studentët e dikurshëm të dhjetorit që nuk dalin kurrë nga skena pra me sa duket. Kemi akoma nga ata që shprehen po jetojmë përsëri sot kohën e komunizmit. Po. Kanë të drejtë? Mendoj që deri diku kanë të drejtë. Sepse shikojmë se nga vështirësitë e jetës për përballen, Mhm. nga pushteti që është gjithmonë mbi kryet tyre dhe që ushtrojnë ka dhe nga ata që ushtrojnë shumë presion mbi administratat, Mhm. mbi vendet e punës të cilat i menaxhon shteti, janë pjesë e qeverisë, mendoj që kanë nga ato që janë shumë të pakënaqur dhe shprehen që po jetojmë një pjesë të komunizmit. E kuptoj. Tedi çfarë mendon për këtë? Unë mendoj që kjo është një kaos që ato i nxjerrin vetë në treg për të qenë përsëri faktor, sepse e vetmja
mënyrë për të mbledhur vota është kjo pjesa që ti ndajmë njerëzit në dy pole, komunizmi dhe antikomunizmi. Kështu që është një tezë që e hedhin vetë në treg, por që sa i zbatojnë, këtë e dim gjithë. Realisht këtë mendoj edhe unë. Është një kauzë e shpikur, e trilluar, në fakt nuk prek problemet reale të njerëzve sot, nuk u jep përgjigje fare problemeve që janë konkrete të njerëzve. Nuk i adreson dhe prandaj, siç mund të shohim, ne kemi kaq shumë njerëz që nuk duan të dëgjojnë fare për politikë, sepse politika u jepet, u ushqet në këto terma. Pra u thuhet, shikoni janë komunistët prapë në pushtet, çfarë po bëhet me ne që kemi përjetuar gjatë vuajtje gjatë atij regjimit të kaluar, po vuajmë prapë sot etj etj. Tani, a është realiteti politik shqiptar i tillë që meriton të trajtohet me këto terma apo të tjera, ëh? Ne ndoshta duhet kemi ndasi të tjera sot. Ndasitë janë të mira në politikë, në kuptimin që i japin kuptim politikës, po a duhet jenë këto kampet në cilat duhet rreshtojmë veten apo duhet jenë tjera? Absolutisht jo, se kjo është një tezë e viteve 90-92. Neve jemi në vitin 2025. Domethënë, është një kohë shumë e madhe e cilët ndryshojnë tezat. Teza për Sigurisht. mendimin tim është një jetesë sa më e mirë. Ne nuk flasim mua në ditët e sotme për komunizmin. Jetën e reale. Pastaj pjesën politike normalisht që këto janë sulme kundra sulme të cilët secili politikan i bën. Por në jetën reale, të cilën neve po jetojmë, problemi kryesor është një jetesë e mirë dhe një familje e shëndosh. Kto janë dy teza që neve duhet përplasemi me çdo lloj partie tjetër, me çdo lloj kandidati tjetër. Ndërsa ato çka nuk kanë çfarë ofrojnë janë te kjo teza komunizmi, antikomunizmi që për mendimin tim sa më shumë e përmendim thjesht i faktorizojmë kot. E qartë. Po mirë, kemi të rinjt sot, sidomos këtë grup moshë, meqense ju jeni të rinj në moshë dhe në, si më thënë, edhe në politikë relativisht të rinj, paçka se juve Elbona e keni bërë një garë për Këshillin dhe e keni fituar urime, Faleminderit. por kjo është një garë tjetër, më e rëndësishme, sepse ka përfshin edhe më shumë zgjedhës, cilëve duhet të kërkoni vot besimin tuaj. Ë, Kështu që shkojmë te rinia. A mendoni që të rinjt sot ë ka një mënyrë se si të ti tërheqësh? Pra me çfarë argumenti duhet t'i bëjmë për vete? Pra çfarë duhet u themi të rinjve sot, të rinjve shqiptar që duken apatik, duket sikur s'u intereson jo vetëm politika, po as shkolla për shembull kur shkojnë në shkollë, as puna kur janë punë. Pra duken ndonjëherë sikur jetojnë diku tjetër me mendjen e tyre. Pra çfarë mund të thuash atyre? Për t'i afruar në projektin tënd, po dhe ton. Atëherë, unë tek rinia kam ofruar atë nga çfarë kam nga eksperienca ime. Duke qenë se ka ardhur koha për ndryshim, është ajo që të gjithë kanë qejf ta shikojnë ndryshimin, të gjithë kanë dëshirë që të jenë pjesë e ndryshimit. Dhe unë gjithmonë u them, nëse punoni dhe nëse besoni tek politika e të rinjve, do ketë ndryshim, do ketë një të ardhme shumë më të mirë për të rinjt. Unë e shikoj duke qenë se unë kam kandiduar vetë në moshën isha vetëm 24 vjeç kur kam kandiduar për Këshillin Bashkiak. Dhe kjo është një, po të them, një shpresë që ju krijohet një besim shumë më i madh që mund të ndryshojë çdo gjë me rinin. Dhe mendoj që besimi i tyre është shumë i madh ndaj të gjithë të rinjve që po kandidojnë në këto zgjedhje. Okej, po a janë të informuar të rinjt për alternativat politike që u ofrohen? A e marrin mundimin të lexojnë, po themi një program, një fletpalosje ose në këto shtëpitë virtuale tona që janë në këto rrjetet sociale, pra ku neve si kandidat postojmë premtime, gjëra, analizat tona. Mendoj që nisën dhe nga pjesa se kush është ai kandidat që kandidon edhe bazohen shumë tek fakti që çfarë mund të më ofrojë mua kjo parti politike, çfarë më ofron ky kandidat dhe pjesa se sa të aftë janë ato për të çarë përpara. Kjo është edhe ajo më shumë që mbështeten, e shikojnë si shpresë. Teti çfarë përvoje ke patur në këtë fushat me të rinjt? Unë dua ta nis nga diçka që Bona e cekur shumë mirë, sa të bëj shumë secili kandidat kërkon. Për shembull, një njeri i brezit të tretë kërkon vota ose kërkon mbështetjen e rinisë.
Dhe është me drejtë është kjo pyetja, ti çfarë po bën për rinin? Gjëja e parë që ai duhet bënte për rinin ishte ja linte vendin një të riu, të investonte, ta ndihmonte, ta suportonte një të ri. Domethënë, kjo është pjesa kryesore, domethënë se kush është ai që kërkon votën për rinin. Mhm. Ndërsa tash do dal pak tek eksperjenca personale se Patjetër. unë që në momentin e parë që kam hyrë, që kam vendosur domethënë të krijoj shtabet elektorale, shtabet politike dhe çdo lloj gjëje tjetër, ja kam vënë vetes si qëllim e vetëm me djem dhe vajza të reja. Se unë do e dija shumë mirë që në fund të fushatës do thojnë njerëzit, ti çfarë po bën për rinin? Minimalisht po i bashkojmë. Minimalisht po i mbledhim dhe t'ja tregojmë vërtetën. Minimalisht po jemi të gjithë bashkë për një qëllim. Qëllimi është që neve të jemi të gjithë për një jetë më të mirë. Pjesa e dytë. Një njerëz sot ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për promovim dhe ashtu si ta jep politika, nuk ta jep asnjë kush tjetër. Sepse politika normalisht ke drejt që ti dalësh nëpër media, nëpër organizime që neve bëjmë. Nuk është ky organizimi të rive që neve mbledhim, nuk është vetëm muhabetet që ulem me neve në zyre, flasim vetëm muhabete politike. Aty flitet për biznes, aty flitet edhe për fushat e tjera. Praktikisht ti ndoshta nuk e gjen vendin në pjesën politike, thu, unë po valla nuk mbledh dot vota, mund 2 vota, 3 vota mund të mbledh, po unë po rri me ju. Atëherë mund dalë dikush tjetër ka nevojë për një punësi, mund dalë dikush tjetër që mund të ketë nevojë për diçka tjetër, kështu që kjo tavolinë kaq i bukur me djem dhe vajza të reja, krijohet ky network që ky network na bën neve të ecim përpara. E kuptoj. Pra të rinjt gjejnë aty edhe një lloj komuniteti social, si më thënë, një mundësi për t'u shoqërizuar me njëri tjetrin, për të ndarë gjëra me njëri tjetrin, edhe me juve si kandidat natyrisht. Kjo është kryesorja. Kjo është edhe përfitimi kryesor, që është ai social pra. E kuptoj. Normalisht duhet ta ndaj këtu, Mhm. neve nuk do ndahemi nga e vjetra. Në atë aspektin që themi neve jemi më të mirë ose kështu. Eksperienca që ato kanë kaluar, neve na shërben që mos bëjmë ato gabime, thjesht i përmirësojmë. Do duhet jemi të qartë kjo pjesë, neve po dalim që jo rinia, jo pjesa tjetër. Neve jemi duke u konsultuar, por pjesë aktive, paktën në shtabet e mia janë vetëm me djemë dhe vajza të reja. E kuptoj. Në fakt, në një fushat ka vend për të gjitha gjithë. dhe për të gjithë. Por pra edhe për këtë grup moshe, edhe për një tjetër, edhe për ata që janë profesionistë në një fushë, edhe për gratë, edhe për vajzat, edhe për djemt, për të gjithë, absolutisht, vetëm se duhet t'u gjesh vendin e duhur. Kjo është puna e konceptimit ose e menaxhimit të fushatës fundja fare. Valbona, ju keni një, domethënë, kush ju ndihmon fushatën tuaj apo e bëni vetë të gjithën? Natyrisht që vetë patjetër që po, por kam edhe unë siç tha Tedi, kam edhe unë një grup të rinj Okej. që i shikoj shumë optimist, i shikoj që kanë dëshirë për të punuar, për të ndryshuar, për të kontribuar, edhe mendoj që PSD-ja ju ka ofruar më shumë shpresa të rinjve, edhe mendoj që është mënyra më e mirë për të bërë politikë. Mhm. Të rinjt janë ato që vërtet i duhen politikës. Jemi lodhur me kandidat që jemi lodhur me premtime shumë të shpeshta që kemi dëgjuar ndër vite, shumë të cilat nuk janë mbajtur asnjëherë. Dhe mendoj që ka ardhur koha për ndryshim. Dhe Po mirë. ndryshimin e sillin të rinjt. Ndryshimin e sillin të rinj dhe unë jam dakord me juve, patjetër, sillin të rinj. Mirpo, kur shohim disa të rinj që i kemi parë për fat keq, domethënë, në disa parti tjera, sidomos ato të mëdha, që her pas here fusin ca të rinj ose i promovojnë, i marrin në radhët e tyre, i nxjerrin ë në podiume që të mbajnë ndonjë fjalë dhe pastaj ne shohim që i bëjnë vetëm lavde liderit. Kaq bëjnë. Vetëm lavde liderit. Pra nuk e di, ka qenë një petalet, ç'është ai petaleve, që janë bërë meme pra shkurt muhabeti. Pra, domethënë, kjo është rinia që do sjellë ndryshimin? Kjo lloj rinie që domethënë flet, artikulon në këtë lloj mënyre? Çfarë ka të re aty përveç moshës? Tu tash do futem pak vetë, ta shtjelloj pak Si si çështje sepse flasim për petalet.
Po, Ajo u bë meme tash, kështu që mos ta përmendim më. Ato kanë kriterin e vetëm për të promovuar, për të bërë lavde kryetarit. Ndryshe nga partia jonë, që kryetari neve na ka hapur një dritare që neve të promovojmë veten dhe idetë tona. Ky është ndryshimi jonë me partitë e mëdha. Dhe kjo është vetëm fal kryetarit tonë Zotit Tom Doshi, i cili pa kompromis ka ndihmuar çdo kandidat. Dhe po ta shikosh edhe në listën tonë ka vetëm djem dhe vajza të reja, të cilët dalin edhe nëpër media, flasin lirshëm, tregojnë ato idetë e tyre si mendojnë ato, gjithmonë duke u bazuar në programin politik që ne kemi, se patjetër. duhet jemi pak në shtyllën tonë që s'mund të lëvizim edhe nga programi. Patjetër, sa është gjuha jonë. Ajo gjuha Gjuha jonë. jonë Ne për politike. këtë po votohemi, për këtë Pa program. diskutim. Dhe neve po na besojnë njerëzve për këtë program. Kështu që neve nuk duhet i tradhtojmë njerëzit tonë dhe do t'i përshtatemi programit tonë. Por, siç e thash, kriteri i këtyre të rive për partitë e mëdha është vetëm duke i thurë lavde kryetarit. Ndryshe, po nuk i thure, ato nuk promovohen. Elbona, çfarë mendon për Siç e tha Tedin, këtë fenomen? tek PSD-ja ndodh krejt e kundërta. Tek në partinë tonë, që nga kandidatët tregon një seriozitet shumë të madh të programit. Programi jonë është marrë gjithmonë me thjeshtësinë, është marrë gjithmonë me problematikat e njerëzve. Ka në të përfshirjen që të jemi sa më afër qytetarëve, ndërkohë që kjo zakonisht në partitë e tjera shikojmë vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Jo se gjenden aty fizikisht dhe gjenden me forcat e tyre për t'i ndihmuar, ndërsa programi ynë ofron krejt diçka tjetër. Unë jam krejt dakord. Programi jonë është në këtë kuptim i veçantë, sepse është konkret, sepse është i besueshëm për arsye se ne kemi bërë një analizë qartë të kostove dhe shpenzimeve, domethënë edhe ku do shkojnë ato para që ne mbledhim, e nga i marrim ato para, të gjitha këto i kemi bërë, por nga ana tjetër është ë një çështje fushate. Çështja e fushatës është kjo, që e kam përjetuar unë vetë, prandaj pyes edhe ata që vijnë këtu. ë Është që kur ti shkon dhe takon njerëzit, jo në grupe të mëdha, po themi 1 person, 2 persona, 3 persona, në grupe të vogla që shkon pi një kafe, ulesh diku me ta, dhe ata të thonë hallet e tyre. Hallet e tyre janë familjare, janë personale, sigurisht janë halle për të cilat shteti mund të kishte bërë shumë më tepër, që nga legalizimet, që nga punësimi, ë një licencë e munguar, një drejtë e shkelur etj etj. Por ama ata i lidhen me veten. Pra me situatën e tyre personale ose familjare. Dhe pyetja ime është kjo: çfarë t'u thuash këtyre njerëzve? A mund t'u thuash shiko se neve i kemi parashikuar këtë hallin tënd konkret, personal ose problemin tënd në programin ton? Pra, a bind ky argument? Pra që, okay, ti ke për shembull pa legalizuar pronën dhe ne kemi gjykatën e posaçme Po. për çështjet e pronësisë që të mos vonohet me ky proces. Kështu e kemi, patjetër. E kemi vërtet. Por ama a e bind personin që thotë, shiko unë kam katin e dytë të shtëpisë pa legalizuar. Atëherë, unë këtu do ta kthej një përgjigje me pyetje. Okej. A janë njerëzit që i bëjnë sistemin apo është sistemi që i bën njerëzit? Se Shqipëria është një vend i cili ligjet e ka shumë të pastra, shumë të forta, shumë të rregullta. Zbatimi i këtyre ligjeve është problemi më i madh në ditët e sotme, sepse gjen artifica, janë njerëz të cilët bëjnë manovrat e veta që këto ligje të manovrojnë edhe të ndryshojnë. Isha me një avokat shqiptar në një takim që isha në Amerikë, ku ishin zgjedhjet për presidentin Trump, dhe tha, e di tha që Shqipëria tha ka ligje tha më të forta tha dhe se Amerika tha. Por tha, ju nuk e veni në zbatim tha. Pra është maliqi, jo Ma- ligji. Ligji pra, do të më të thënë. Kështu që E kuptoj. ai që thot kam katin e dytë pa legalizu katin e dytë. Po mi më katin e parë se i legalizove. Se kjo është pyetja. Se ligji thot legalizohet thot ndërtimi pa leje. Do të thonë ndërtimi pa leje kur i fut për ta legalizuar e pas e bën një gabim herën e parë që ke bë katin e parë. Po herën e dytë ti gjete hapësirë të ky ligji që do më bëj katin e dytë e katin e tretë. Kështu që unë nuk mendoj se është hall kjo pjesë. Unë mendoj që neve njerëzit duhet i bëjmë të kuptojnë çfarë do të thotë fjala ligj.
Duhet t'ia tregojmë çfarë funksionon. Do të tregoj një rast në një takim me disa njerëz. Erdhën thamë ne jemi një komunitet që kemi këtë problematikë etj. Po, I po. thash, edhe më erdhi duke qesh. I thash po më kjo problematika. Thash, a i dini çfarë thot ligji? Edhe po boshën sikur si dishin. Edhe i thash ligji thot 1 2 3 tokat e shtetit privatizohen etj. Nuk legalizohen, si u privatizohen, falçi me trova. Nuk dhe mas 10 minutash tha. A do vish ta bëjmë një takim tha, te lagja tha me gjithë banorët. Po i bojmë, thash unë s'ka ndonjë problem. Ai di pse tha. Po dhe po pritet se çfarë përgjigje po jep tha. Se tha ne e dishim tha, por je vetmi kandidat tha që ke ardhur të nxon tha dhe na ke thënë vërtetën tha. Se për herë që vinë zgjedhjet tha, vinin na thonë që do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Edhe tha, edhe ne i dishim tha, por vjen e njëri tha, thot i fjalë bukur tha, i rrehet me një disa banorëve këtu që o shiko se këto me dashte e bojnë etj. Por që ligji është ligj dhe unë i bëj thirrje gjithëve që ky nuk duhet të keq interpretohet edhe leximi i ligjit edhe zbatimi i ligjit. Një pyetje për të dy. Tani ju keni këtë përvojë profesionale, jetësore dhe politike. Është aq sa është, mund të ishte më tepër. Ka njerëz që sigurisht kanë më tepër vite siç folëm tani për një breza që nuk dalin nga skena, kuptoni. Ë por Duhet i shtym pak për dalë se ndoshta po. me dalë vetë s'dalin. Atëherë, a mendoni juve që jeni megjithatë gati për parlament? Pra, e keni atë përvojë, atë ato dije që duhen, ato shkatësi që duhen dhe fundja fare edhe atë shkëndijin, a ka shpërthyer ajo shkëndija brenda jush, shkëndija politike po flas, aq shumë sa që ju jeni tani gati të jeni përfaqësues të jo pak njerëzve, po keni parasysh se në qarkun e Tiranës janë kaq shumë njerëz, plus që një deputet është deputet fundja fare i shqiptarëve në këtë kuptim. Atëherë, a mendoni se jeni gati për këtë sfidë? Po, mendoj që jam gati, për aq kohë sa kam vendosur dhe të futem në listën e Partisë Socialdemokrate, qarkun e Tiranës, mendoj që e mira s'ka fund kurrë. Ne çdo ditë mësojmë diçka të re. Mendoj se kemi shumë për të mësuar përpara, por gjithçka nis me një start. Edi. Ndërsa unë mendoj që kjo nuk është çështje pothuajse e dijes, kjo është çështje vullneti dhe dëshire, sepse këto problematika që janë edhe në terren sot dihen që janë. Atëherë deputeti, që në këtë rast do jemi njëri për listës tonë absolutisht që do jetë, ose mund të jemi të 3, të 4 që rëndësi ka për detyrë që këto problematika që neve shohim në terren, ti çojmë në parlament dhe të ngrijmë zërin për problemet e tyre. Neve duhet jemi ato që duhet i bëjmë thirrje qeverisë, nuk ka rëndësi cila qeveri është, mund të jemi edhe ne vetë, që gjithë këto problematika që fliten të rregullohen. Kjo çështje e vullnetit, sa ti do që zërin e këtyre qytetarëve të thjeshtë, që zërin e këtyre njerëzve që kanë probleme, ta çosh në parlament. Okej. Mirë, me që po ishim tek hallet, tek problemet, në një mënyrë pak më, thosh, më të koncentruar. Ku do fokusoheshit? Cili është problemi kryesor që keni parë në Tiranë, pra në këtë qark? Pa nisur se kam Patjetër. papunësia një, edhe pjesa e dytë është edhe shëndetësia, që janë dy gjëra që të lejnë për të dëshiruar në mënyrë katastrofike. Investohet shumë në infrastrukturën, në gjëra të bukura, por nuk infrastrukturohet në shërbim. Edhe gjithë të doktora që ikin, për mendimin tim është do i bëjë një dëm jashtëzakonisht të madh vendit tonë sepse po ikën esenca. Gjithë këto fonde që vijnë, pse mos bëhen trajnime, përburime njerëzore për këto doktora të ri, për këto mjek të ri. Për shembull, jap një rast që i ka në Dubai. Patjetër. Në Dubai, sheiku, gjithë to që duan të vazhdojnë për pjesën e doktorave ose inxhinierave, investon shumë te këto, por me kushtin, ja paguhet shkolla, paguhen trajnimet, me kushtin që këto do rikthehen në vendin e vet. Qartë. Në rast të kundërt, gjithë këto shpenzime duhet jenë personale të gjithë secilit. Praktikisht duhet bëjmë një lloj ndërthurje, punojmë pak edhe me burimet njerëzore, pjesa e dytë
medikamente të cilët ka njerëz të smur që është turp në vitin 2025 të futësh mik për gjetë ilaçe të cilët mungojnë. Ti mund të kesh hall shtëpia, mund të kesh njerëz smur që nuk di se si do shkoj fati i tyre dhe të fusësh mik, ti në vend se të mendosh inshallah po bëhet më mirë njeriu që ti ke i smur, ti duhet mendosh a thu po i gjeun ilaçin. Domethënë janë dy gjëra që neve do të bëjmë çmos që t'i rregullojmë. Qartë. Veç atyre, Po. patjetër, shëndetësia është shumë e rëndësishme, siç e theksoi Tedi, është edhe arsimi. Arsimi në Shqipëri realisht është për të ardhur keq. Nuk është kontribuar fare në pjesën as të mësimdhënies dhe as në investimin. Ne po shikojmë vetëm objekte, shkolla të bukura. Po shikoj në Kamës nuk kalojnë 6 muaj pa inauguruar një shkollë të re, por më fal. Çfarë ka ajo shkollë? Përveç mureve të bukura. Mësimdhënia është shumë për tokë, edhe mendoj që duhet të investohet më shumë në pjesën e formimit. Se shikojmë që mësimdhënia, mësuesit, pagat e tyre nuk kanë më dëshirë as të kontribuojnë në pjesën e mësimdhënies. Pra se kanë mendjen fare tek puna e tyre, tek profesionistë, sepse Absolutisht, kanë hallë që u dhëm koka, si më Unë thënë. Absolutisht. Unë do të shtoj vetëm diçka të vogël Po. te kjo pjesë. Unë kam qenë student i juaj. Mbaroj u diplomova. Çfarë bëri ky universitet ose diçka e tillë për neve që neve të gjejmë një vend pune? Në çdo vend të botës ti ke kontrata që universiteti ka me kompani të ndryshme, e tjerë që neve unë mbarova shkollën të paktën nëse të dal me një mesatare tepër të mirë, të paktën një vend pune ta kem të sigurt. Dhe këtu bashkohet universiteti me pjesën e papunësisë, që universitetet duhet të kenë kontrata me firma të mëdha, me biznese të mëdha që disa vende të jenë të siguruara pune. Se ndryshe kështu dhe nuk ke si motivon më studentët. Si do t'i motivosh studentët? Ai mbaron për shkenca politike, e shef duke punu kamarier. Mbaron për inxhinier, i shef duke punu jashtë profesionit vet. Po kjo është tragjike. A është ky Në problemi fakt- kryesor i të rinjve sot? Absolutisht. Në Për fakt punësimi, si më thënë. Në fakt jo më larg. Perspektiva e një karriere të Absolutisht. qëndrueshme, po them. Do t'rregoj një detaj. Jo më larg se dje më rastisi me një shoqe time në tavolinë, më tha, "Bona, unë vi nga një biznes privat. Vajza ime ka studiuar inxhinieri." Mhm. Do me thënë, unë kisha të ardhur, tha, që ta përballoja shkollimin e vajzës time. Por një projekt, të fotokopjoj një projekt dhe të bëj një projekt të shkonte tek vlera 80.000 lekë të vjetra. Më fal, po një familje e thjeshtë. Si mund ta përballoj shkollimin e një fëmijë inxhinier? Që do të studioj inxhinieri dhe tek e fundit që ekziston rëndomt, duhet të gjesh një mik shumë të fortë që ti të futesh në punë. Ndërkohë që në shtetet e botës nuk funksionon kjo gjë. Unë shikoj në Angli që shkoj shpesh, ndodh pjesa që atje pas shkollës, përveç se paguhen studimet, por gjendet vendi i punës siç tha Tedi, Mhm. dhe ti do shlyesh pagesat që ke bërë nëpërmjet punës që ti je shkolluar aty, ndërsa në Shqipëri është komplet e kundërta. Dhe kjo është një kauzë jashtëzakonisht shumë e madhe që duhet ngrihet, sidomos nga ne të rinj. Po, duhet lobojmë shumë. Absolutisht. Duhet lobojmë shumë. Absolutisht. Diçka që nëse ju kujtohet, në program ne kemi të parashikuar që 10% të vendeve të punës administratën publike i rezervojmë, si thua, për të rinjtë e sapo diplomuar, sigurisht mjet një konkursi mes tyre Konkursi, trajnimi dhe trajnimi pa diskutim. Por që paktën është një hap për të ose një incentiv për të stimuluar që absolutisht. drejt shkollës, drejt studimeve serioze, sepse fundja fare ideja është që në një konkurs të tillë në konkurrencë me njëri tjetrin do fitojnë më të mirët. Por ama të paktën ta kenë konkurrencën me grup moshën e tyre. Ke një E të mos u motiv, thuhet, ke një qëllim, të luftojnë, ta ke një pikë synim se ku do arrin ata. po, edhe të mos u thuhet që s'keni përvojë, kështu që s'mund të filloni dot punë, sepse pastaj I kjo është demotivon njerëz. Që tek CV që kërkojnë për punë, do thotë eksperjenca në punë, po më fal, unë jam një student. Eh. Çfarë eksperjencash mund të kem? Pikërisht. Okej. Çfarë mendoni ju se po bëjmë ne si duhet në këtë fushatë si parti? Le dalim pak Dalim nga tempo. fushatat individuale dhe shikojmë pak më gjerë. Tani mua më takon të shoh pak më gjerë sepse kam të detyrë funksionale, domethënë.
si sekretar Jo. organizativ, por edhe juve besoj e shikoni edhe çfarë ndodh edhe në fushatat në përgjithësi edhe në qarqe tjera, jo vetëm Tiranë, pra e shikoni partinë se si është në lëvizje, Partinë Socialdemokrate, çfarë mendoni se po bëjmë si duhet? Dhe Neve çfarë mund të bënim pak më shumë, pak më mirë, pak më ndryshe? kjo është një përgjigje që mund ta japim tepër thjesht. Ajo që neve po bëjmë më mirë dhe që është pika jonë më e fortë është që neve po i qëndrojmë afër qytetarëve. Jemi në terren, po i takojmë qytetarët. Ti sa më shumë takon qytetarët, sa më shumë rritesh, sa më shumë takime bën, sa më mirë të presin qytetarët ty, aq më shumë bien sondazhe. Domethënë se duhet ta lidh pak edhe këtë pjesën se sondazhi në Sondazhet në këto televizionet pritet do t'jap i rast tona, fort. okay? Kur isha siç e thash në Amerikë, po edhe po shikoja zgjedhjet. Hapja televizorin vetëm Kamala, 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 Kamala edhe në exit pollet dilte shumë lart, shumë lart. Ndërsa hapje Facebookun, Instagramin, Trump, 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 dilte Trump i lart. Sondazhet për mendimin tim janë komplet të orientuara. Ato parti të cilat po bëjnë më tepër dhe që po bëjnë më mirë, për herë i nxjerrin sa më poshtë. Pra sondazhet, Ti më bën një fal që të takim të ndërpres, mrekullueshëm në Shkodër po, dhe mbas këtij takimi del në 0.6%, domethënë kjo tregon që neve po bëjmë mirë, jo keq. qartë, Sepse duhet ta shikojmë pak më makro. e kuptoj. Pra sondazhet po thoni është nuk është se thon ndonjë gjë për fushatën, por janë pjesë e fushatës ose mekanizmi i fushatës së ndokujt, Absolutisht. që ka interesin Dhe të ne nuk ta demoralizojnë as pak. Jo, kjo është njësi matse. Absolutisht. Kjo është njësi matse që neve na tregon që po bëjmë mirë. Dalim Po, edhe një herë po. të pyetja që na bëri Klementini që çfarë po bëjmë ne mirë. Momentin që ty sondazhet, me çdo lloj takimi, me çdo lloj eventi që ti del mirë, na ulin, tregon që na kanë frikën dhe që neve po bëjmë mirë. okay. Megjithatë, a mund të përmirësojmë ndonjë gjë? A duhet të përmirësojmë ndonjë gjë? Përmirësuar kemi shumë. Patjetër që po. Po çfarë për Mendoj shembull? që jo vetëm në fushat, jo Mhm. vetëm gjatë kohës që ne po bëjmë fushat për zgjedhjet e 11 majit të 2025-s. Mendoj dhe pas fushatës duhet jemi gjithmonë pranë njerëzve. Për aq kohë sa na kemi vendosur të jemi pjesë e politikës, ne duhet jemi pranë hallëve të tyre, pranë problematikave të tyre me aq sa mundësi kemi. Kjo është e gjithë ajo që ne jemi mirë dhe duhet jemi më mirë. E kuptoj. Ndërsa për të përmirësuar, do ta shoh pak më ndryshe këtë pyetje, unë di të them diçka që partia jonë ka një rritje votash shumë të madhe dhe thonë njerëzit si rriteni, gjithmonë duke qëndruar afër njerëzve, pa pasur pozicione pune, pa pasur drejtori, pa pasur ministri, neve rritemi. Kjo është si pasojë e këtyre turbinave që partisë tonë nuk i fikin asnjëherë. Jemi për herë në terren, jo vetëm para zgjedhjeve, se pothuajse 70-80% e partive dalin terren 45 ditë para zgjedhjeve. Dalin e kërkojnë dhe e vetmja pikë që ato kërkojnë votën është duke i shajt gjithë dhe duke mos ofruar gjë. Kurse neve të paktën po ofrojmë programin ton politik. Dikujt i përshtatet, dikujt nuk i përshtatet, ama ti vjen me një alternativë. Pastaj njerëzit e kanë vetë në dorë zgjedhjen e vet. Kështu është dhe në fakt unë doja të thoja këtu në këtë moment që edhe kjo që po bëjmë, podcast për shembull, sigurisht që ne po e bëjmë njerëzit kuptojnë alternativën tonë dhe të njohin sa më mirë kandidatët e Partisë Socialdemokrate në këtë fushatë. Por neve do përpiqemi që të jemi dhe ta bëjmë edhe këtë podcast edhe mbas fushatës, si një mënyrë për të treguar që ne nuk është se aktivizohemi ose energjizohemi siç thonë ca parti tjera vetëm në kohë fushate. Jo, fushata për ne është e përhershme. Tu duhet të jetë sepse ne jemi gjithmonë me popullin, pranë popullit. Dhe në këtë kuptim duhet dhe ta tregojmë këtë. Duhet ta tregojmë që njerëzit ta dinë se ne jemi me popullin, po jo gjithmonë i kemi filmuar, fotografuar këto aktivitetet tona. Për shembull, vetë zoti Doshi, fundja fare, merret çdo ditë, dhe ju e keni parë vetë, unë e kam parë, pra çdo ditë takon, nuk e di domethënë sa dhjetra njerëz takon. Dhe megjithatë nuk ka asnjë fotografi për këtë, asnjë video për këtë. Pra ai që takon njerëz, që dëgjon, që përpiqet u zgjidh hallet e tjera etj. Fare. Dhe njerëzit mendojnë. Ktu krijohet edhe ideja pastaj.
njerëzit mendojnë që edhe ne, si kundër partitë e tjera, zgjohemi në kohë fushate, se ndonjëherë kështu na thonë. Ndonjëherë na thonë, po pse tani u kujtuat ju? Dhe nuk e dinë që ne nuk zgjohemi në kohë fushate, që nga doshi edhe ne të tjerët. Neve jemi gjithmonë me telefonin hapur, gjithmonë në komunikim përhershëm, gjithmonë në takime me njerëzit që kanë një hall për të zgjidhur, një problem, një çështje që duan ta adresojnë me radhë. Kjo është për mendimin tim, kjo është një tezë që e nxjerrin njerëzit cilët janë pak skeptik për partitë e reja. Ato duhet ta kuptojnë që neve nuk jemi parti e re, se këtu ndodh diferenca me ne kemi shumë parti të reja që angazhohen këtë herë dhe kërkojnë votë besimin për veten e tyre, por neve nuk jemi parti e re, ne jemi parti e konfirmuar. Ti thoj njerëzit pse 45 ditë para zgjedhjeve, po si mund ta thush këtë gjë kur Bona është antar e Këshillit Bashkiak dhe vetëm Bona sa ankesa mund të kenë shkuar për problematikat e Kamzës. Po Bona është pjesë e strukturës së partisë tonë. Do të thonë praktikisht Bona është partia jonë, Bona është PSD-ja vet. Pa Do të thonë, diskutim. siç i shkojnë Bonës 10 njerëz, i shkojnë Tedit, siç i shkojnë Tedit, i shkojnë Klementinit, siç i shkojnë Klementinit, i shkojnë Zotit Doshi, i shkojnë gjithë secilit. Praktikisht neve në fushat jemi gjithkohës. Kështu që këto teza që ato nxjerrin, jo po tash ju kujtut ju, thotë që duan të na barazojnë me partitë e reja që nuk kanë çfarë ofrojnë, por thjesht kanë dalë në treg duke shajë të gjithë dhe kërkojnë votën vetëm duke shah pa ofruar gjë. Ne kemi një diferencë shumë të madhe me të gjithë. Fakt, po të shikojmë në këtë fushat, ë ne vëmë re nga njëra anë ata që premtojnë Shqipëri madhështore, pra në një farë mënyrë na thonë që dikur në të shkuarën, nuk dihet në cilën të shkuar, Shqipëria na paska qenë madhështore dhe fal tyre dhe qeverisës tyre. Askush se identifikon të saktë kur ka qenë ky moment, por kështu përpiqen të na servirin. Ndërkohë kemi pasaportën europiane që nuk dihet prapë çfarë është dhe çfarë përmban, sepse nëse të shkuarit në Europë është me 1 milion njerëz që mezi nxjerrin bukën e gojës, me ndihma ekonomike që janë qesharake, komplet pamjaftueshme, me pensione që janë pensionistët i shohim se si ankohen për pensionet e tyre, nëse kjo është shkuarit në Europë ose me shëndetësi që e prekëm këtu, e cila është Në rregull është ai. komplet pa cilësi, me shumë mungesa etj, atëherë, domethënë, nëse ne kemi këto alternativa, shqiptarët kanë këto alternativa përballë, unë nuk e di pse duhet të shkojnë e t'u besojnë ende, ata e dinë, por ne jemi prapë duke i dëgjuar popullin, duke paraqitur alternativën tonë socialdemokrate, e cila, siç e themi ne, por besoj se siç ua kemi demonstruar edhe atyre që na dëgjojnë dhe ku shkon mesazhi ynë, është alternativa e besueshme. Këtu do të ndalem pak se pasaporta europiane thotë do ikim në Europë, se kanë ikur kaq. 1 milion njerëz që kanë emigruar, nuk është kjo mënyra se si duhet shkojë Shqipëria në Europë. Ato njerëz kanë ikur në Europë se kanë parë vendin të pajetueshëm këtu. Nuk është kjo ajo që ne kërkojmë. Shqipëria duhet të barazohet në Europën. Aftësia jonë më e madhe është që Europën ta sillim në Shqipëri. Pikërisht. Barazohen pensionet, barazohen rrogat, investimet, strukturimi çdo lloj gjëje, kështu që kjo është ajo që neve duhet kërkoshim. Ndërsa për Shqipërinë madhështore, këto i kanë pas në dorë. Po e kanë pas në dorë, nuk i bën, tash e rikërkojnë për ta bërë. Mirë, ta provojnë një herë partitë e tjera. Se jo. Do të thënë çfarë kur e kërkojnë ato që kanë pas në dorë prap, imagjino çfarë duhet bëjnë partitë tjera. Dhe prandaj kanë lindur kaq shumë parti të reja. Pa diskutim. Në fakt ne nuk kemi patur ndonjëherë post qeveritar, siç e kemi thënë disa herë për njerëzit dhe në këtë kuptim ne nuk mund të jemi pjesë e përgjegjësisë për këtë gjendje në të cilën ka përfunduar vendi jon në këtë situatë dramatike ekonomike, e cila ka nevojë që ta shkundim dhe ta çojmë në një drejtim i cili të jetë vërtet afër standardeve europiane, jo kështu si jemi sot. Në të gjitha kuptimet, në të gjitha sektorët që Tedi i përmendi, po dhe ti Valboni përmende. Ëm por jemi sot pra në këto kushte që i paraqitemi njerëzve jo vetëm si të paprovuar, se jemi të paprovuar në ekzekutiv,
në qeverisje, por edhe me një ofertë njerëzish me energji dhe të rinj siç jeni ju. Çfarë do i thoni të rinjve? Një mesazh, pra nëse të rinjt janë ata fokusi i fushatës tuaj, çfarë do kishit një gjë që doni t'ua thonit, pra duke parë ku diun nga kamera, duke parë ngado që doni të shihni, duke u i thënë qoftë një të riu, qoftë të rinjve si një grup. Pra për ta sjellë në fushatën tuaj individuale, po dhe tonën, si parti. Çfarë duhet të ketë parasysh një i ri kur atë ditën e 11 majit mund të ketë disa opsione, ose të shkojë ndoshta mund të jetë ditë kështu e ngrohtë, po them. Për shembull të shkojë në plazh, nëse do ditë plazhi, ose të bëjë një shëtitje, ose të shkojë të votojë për Partinë Demokratike, ose për Partinë Socialiste, ose për ndonjë nga partitë e reja, ose për Partinë Socialdemokrate dhe për Tedi Mulën ose për Albona Nikën. Çfarë do i thoni këtij të riut që ka disa opsione në mendjen e vet, por që duhet zgjedhë tuajin? Unë i bëj thirrje çdo të riut shqiptar që të votojnë Partinë Socialdemokrate me datën 11 maj, për arsye sepse është e vetmja parti e cila flet për rinin dhe vet në zbatim çdo projekt që ka për të rinë. Dhe pjesën që unë duhet të bëj thirrje më tepër, s'mund të bëj thirrje rinis për rinin, do të bëj thirrje të gjithë pensionistave shqiptar të mos na marrin qafë neve të rive, të dinë ku të votojnë dhe të votojnë për atë parti e cila nuk do që këto nipat, këto mbesat, këto fëmijët e vet të emigrojnë, sepse është një votë që ato e hedhin ndoshta edhe pa menduar, por shkatërrojnë jetën e çdo të riut shqiptar. Kjo është thirrja që unë i bëj. Ndërsa për të rit, ta shikojnë vetë në terren, do ta shikojnë angazhimin që neve kemi dhe që po bëjmë momentalisht, dhe ato besoj se nuk ka nevojë të bëjmë neve thirrje, se ato e kanë bërë zgjedhjen e duhur dhe do vinë të gjithë me Partinë Socialdemokrate me datën 11 maj në numrin 11. Okay. Albona, çfarë mesazhi keni për një të ri ose të gjithë të rinjt? Unë mendoj që të rinjt duhet të votojnë me mendje dhe jo me bindje që ju kanë shtruar ose ju kanë ushqyer familjarët më përpara dhe njerëzit më përpara. Mendoj që ka ardhur koha që të vendosin logjikën para kutisë së votimit, të mendojnë që pas asaj vote do jetë arsimimi i tyre më i mirë, do jetë shëndetësia shumë më e mirë dhe do jetë një qeverisje shumë më afër njerëzve dhe shumë më afër të gjithë problematikave të tyre. Okej, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë podcast. Uroj që zgjedhësit t'ju kenë njohur më shumë dhe të kenë kuptuar më mirë atë që ofroni ju si kandidat, po sigurisht edhe ne si parti në këto zgjedhje. Edi, faleminderit dhe suksese. Kënaqësia ishte imja dhe suksese të gjithëve. Albona, faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Dalshim faqe bardhë. Me siguri do dalim. Atëherë, të nderuar miq, këtu përfundon edhe ky episodi i podcastit Mes Jush. Ritakohemi bashkë në episodin e radhës. Faleminderit.